Përshëndetje dritare.net, unë quhem Sonila Pulaha dhe jam me profesion parukiere këtu në New York. Në radhë të parë, doja t'ju uroja dhe shpresoj të gjithë t'jeni mirë dhe ta kalojmë këtë pandemi sa më shpejt. Gjithashtu faleminderit për ftesën dhe më vjen shumë mirë që mund të jap pak ndihmë dhe këshilla rreth flokut gjatë kësaj pandemie dhe me pamundësi për të vajtur në parukeri. Si fillim, dua të them që në këto kushte izolimi është mundësia më e mirë për t'i dhënë flokut mundësinë e rigjenerimit. Pra, në këto kushte ne japim flokut pushim. Është shumë e rëndësishme mos larja e flokut për ditë. Pse? Sepse yndyrra natyrale hidraton dhe ushqen flokun, sidomos flokun e dekoloruar, që është shumë herë më i thatë se floku natyral. Ta lajmë flokun me ujë të vakët dhe jo të nxehtë, të përdorim shampo natyrale me përmbajtje jo sulfati dhe gjithashtu të përdorim sa më shumë maska. Të mos përdorim tharsen, të mos përdorim pjastrën, pra mos të përdorim nxehtësi. Ne nuk po vemi gjikundi, nuk e kemi me ngut. Kjo është mënyra më e mirë ne të fokusohemi te floku ynë dhe t'i japim atij rigjenerimin dhe vëmendjen maksimale. Tani unë do fokusohem pak tek lyrja. Tek lyrja në kushtet e shtëpisë. Do t'i ndaj në dy kategori. Kategoria e aplikimit të bojës në ngjyrën tënde natyrale dhe aplikimi i dekoloruesit. Aplikimi i bojës së ngjyrës natyrale mund të duket si aplikim shumë i thjeshtë dhe shumë veta mund të aplikojnë në shtëpi. Po duhet kemi parasysh këto gjëra. Bojrat jo profesionale kanë përbërje shumë të lartë amoniaku, gjë që sjell edhe efekte anësore në shumë persona. Sjell edhe efekte anësor si iritim të lëkurës së skalpit, dëmtim të flokut dhe iritim në sy. Duhet kemi parasysh që edhe aplikimi i bojës është shumë e rëndësishme. Nëse ti aplikon bojën jo në mënyrë të rregullt, ti do përfundosh në nuanca ngjyrash në flok. Gjithashtu, bojrat jo profesionale që shiten në treg arrin dhe rezultojnë në nuancën e ngjyrës së gabuar. Pra, do të thotë që ti je ngjyrë kafe dhe përfundon në flok të zi. Tani unë dua të fokusohem te dekolorimi. Si profesioniste, për mendimin tim, kjo lloj kategorie nuk duhet të aplikohet në kushtet e shtëpisë. Në aplikimin e dekoloruesit, duhet kemi parasysh sasia e dekoloruesit me hidrogjen është një sasi që duhet të bëhet në mënyrën perfekte. Të mendohemi para se të kryejmë procese të tilla në shtëpi. Pra, nëse ti përdor ose vendos të bësh dekolorim në shtëpi, mbajtja e dekolorimit më shumë se ç'duhet, përzierja e saktë e dekolorimit jo në mënyrë precize, do të shkatoj rënje të tmerrshme të flokut, do keni iritim të lëkurës së skalpit dhe kjo është një shkatrim total i flokut. Le ta shfrytëzojmë këtë kohë duke bërë sa më shumë trajtime në flok. Të gjithë kemi në shtëpi uthull molle. Duhet të dini që uthulla e mollës është një hidratues natyral për flok të thatë. Mund ta bëjmë trajtimin me uthullën e mollës 2 herë në javë. Aciditeti i uthullës së mollës rregullon pH-in e flokut pa dëmtuar yndyrën e tyre natyrale. Uthulla e mollës lufton zbokthin, lufton kruajtjen në lëkurën e skalpit, lufton edhe yndyrën në flok. Si ta përdorim si trajtim? Në një gotë hedhim gjysmën e gotës uthullën e mollës dhe gjysmën tjetër e shtojmë me ujë. E aplikojmë në flok, fokusohemi më shumë tek lëkura e skalpit, e lëm 10 minuta dhe pastaj e lajmë si zakonisht. Trajtimi i dytë është për volum dhe për forcim të flokut. Është një trajtim shumë i thjeshtë, me vezë, me banane dhe me mjalt. Marrim një vezë, marrim një lugë mjalt, marrim dhe gjysmën e bananes. I përzejmë të treja në formë pureje dhe aplikojmë të gjithë produktin në flok. Siç e thash, gjithmonë fokusohemi te skalpi. E lëm për 30 minuta, e mbështjellim me një qese plastike dhe
e lajmë si zakonisht. Trajtimi i tretë është trajtimi për flokët e dekoloruar. Në këtë lloj trajtimi ne mund të përdorim vajrat organik. Në këtë rast mund të përdorim vajin e kokosit. Marrim 3 lugë vaj kokosi, e vendosim në mikrovalë për 10 sekonda, pra e ngrohim si trajtim dhe e aplikojmë në flok, e aplikojmë dhe në skalpin, në lëkurën e skalpit. Por personat që kanë probleme me yndyrën, dhe ta evitojnë, do me thënë mos ta prekin lëkurën e skalpit, thjesht ta aplikojnë vajin e kokosit në flok. Për mendimin tim, si këshill, është ta mbajmë si trajtim gjithë natën dhe ta lajmë flokun ditën e nesërme. Trajtimi i katërt është për rënien e flokut. Të gjithë, përfshirë dhe mua, po kalojmë i stres, po kalojmë i ankth. Pra, ndryshimi i jetesës nga një jetë e përditshme në izolim, po na shkakton shumë rënje të flokut. Në këto kushte, rekomandohet trajtimi me majonez, mjalt dhe vaj rozmarine. Në një kup hedhim 3 lugë majonez, hedhim 2 lugë mjalt dhe 3 pika vaj rozmarine. E aplikojmë në flok të larë dhe të pastër, e lë trajtimin 1 orë dhe kjo trajtim forcon rënjen e flokut. Është shumë e vështirë ta evitojmë stresin, po të paktën duke bërë këto trajtime, ne ndihmojmë dhe ushqejmë flokun. Në këto kushte izolimi, rekomandimi dhe këshilla ime është të bëjmë sa më shumë trajtime për flokët dhe të evitojmë aplikimin apo eksperimentet me bojra në shtëpi. Të jemi të gjithë të duruar. Shpresoj kjo pandemi të mbarojë sa më shpejt dhe të gjithë të vemi në jetët tona të përditshme. Faleminderit Dritare.net. Shpresoj këto këshilla dhe këto trajtime të kenë ardhur sadopak në ndihmë. Ju uroj të gjithë shqiptarëve ta kalojmë sa më lehtë të izolim dhe me sa më pak dhimbje. Dhe për më shumë informacion dhe trajtime për flokun, ju mund të ndiqni faqen time të Instagramit Sonila Beauty Packs. Ju përshëndes.